Unë po lina që s'jam të ekzistu hiç. Ku na tonet, ai na tonet në Kosovë, ai na tonet në mal, në xhungull. Fëmia me gjet diçka, kush jep përgjegjësi? Unë e di veten rrezik se me bu me don në qytet. Ai në dy pa këta 3 fëmijë, këta 3 bukurosha, bashkë me nënën e tyne pothuajse nuk ekzistojnë fare, pasi që nuk e posedojnë asnjë dokument identifikues. E shtuar kësaj këtyne 3 fëmijëve po ju mohohet çdo e drejtë elementare. E për çka bëhet fjalë, ndiqni historinë në vazhdim. Jam e lindur jashtë, më kanë kthy se 10 vjetë, më kanë kthy në Kosovë, në bazë babës. Unë jam e martuar tash se 5 vjetë, i kam 3 fëmijë. As nuk jam e regjistruar, kena kërku ndihmë pi Ministrisë Prishtinës, ata na ka bë të mundshme mu regjistru. E kanë shlu një vendim? Po, e kanë shlu vendim. Ama këta të ferizojt nuk po dojnë me në regjistru, po lypin alo dokumenta, ama dokument tjetër nuk ekzistan ma, ose usku pos letra heq atje. Nonën se një heq, jeton dikon Belgjike di, baba më ka dik se një 5 muj, unë s'kam as dokumenta, s'kam. No. Çka keni mujt me siguru për i dokumentave? E kam veç një ekstrat lindjes. Aty lexon emri i lonës teme, ditë lindja, që kja ku kum lind, ma shumë s'ka. Fëmijët si kam të regjistru në asë nuk marë social. Sa vjet i kanë fëmijët? Djali madhëmi ka 3 vjet, tash i ban 4. Ky i dyti mi ban 3. Edhe ky tash të ma i vogli tash mi ban 2. Në mëno ti edhe fëmijët si një asnjoni të gjithë? Jo, heq. Kur t'janë fëmijat s'mund po do gjithë me shku privat, se këta qteti s'pona kopin valoj, pju vjen që di, ka kanë orë këta fëmijë, ka orë kja grue, adem pa letra, sen, po që ditën. Fëmija nesër, vas nesër lypi me shku shkollë, po rriten, edhe ta po kanë qef me shku shkollë, sen, se dhe na po jetojnë në Kosovë, më konë që po jetojnë atë tjetër konë, thatë njeri, po na jena të Kosovës, kështu që pa tjetër du të me bu ferizoj zgjidhje për neve. Unë po lina që s'jam të ekzistu heq në këtë shtetë, se kërkus është të ndimu as adin pak të me ma pu një letër njoftim, ose një najsend për me di që është e jemja, se unë s'kum pas. Atëherë u kanë, se kanë quk baba edhe nëna mirë, neve në zveti, edhe kanë harru adin kështot letra, sen, edhe s'u kanë regjistru kur heq. Baba i qëtyve 3 fëmijëve që nuk sigurojnë asnjë dokument të Kosovës, unë kërkoj ndihmë prej shtetit që fëmija mi po dokumentat sa më shpejt. Na ka orë një vendim prej Ministrisë Punës Brendshme që është pranu, që gruaja eme me morë në shtetësinë e Kosovës për më regjistru, po komuna po lypa lo dokumenta. Na përveç atyve dokumenta që i kem edhe që i kanë po më herët, na nuk kem dokumenta tjera, që shmuj një person me pranu në Kosovë kur nuk mujnë me siguru mas pare një dokument. Pa mu parasysh, edhe një person me orë pa dokumenta në Kosovë, ata duhet me trajtu, me siguru dikon. Unë po që ditë, unë jam i martune me shoqen tem që 5 vite, edhe i kam 3 fëmijë, edhe nuk po muna asë gjëm me bu, ku i na tonet, a i na tonet në Kosovë, a i na tonet në mal, në xhungull. Në Gjermoni, unë ju vetin të po, në Gjermoni e në shtetet tjera pa mu parasysh, edhe me lind, një moc, ose një qenë ata shkojnë e sigurojnë krejt dhonat edhe letra, se që nesër me u qenë e mundet me gjetë. Të onë për shembull, fëmija me gjetë diçka, kush jep përgjegjësi? As shteti, as kryetarët e tonë, as deputetët e tonë, as kërkush. Unë jam i doni që 2 vjetë, që tash, jetoj vetëm me fëmijë dhe me grua, edhe kërkush nuk ka orë që to as prej kryetarëve, as prej deputetëve, as prej nënkratorëve, me thonë, lirdan çka bu puna e qtyve punë e fëmijëve, ose të shoqës. Arshëm Prishtinë gruan 7 zonë, mujnë e 8 valloj gjë mordh, Prishtinë të CRPK-ja, e din boll mirë, nuk se është ullë që është mujnë e 8, është mujnë e 8 o konë, edhe nuk e kanë thonë ajse lajmërojna, na kanë morë numërin edhe të lajmërojna. Ju kësha lutë shtetit edhe Ministrisë Punë Brendshme të ma kryjnë këtë punë sa ma shpejt, se nuk është kallaj 3 fëmijë dhe shoqe në mojtë pa dokumenta. Unë e di vetën rrezik se me bu me do në qytet, me më nollë në policë, unë e avqes dokumentat e mija, për të mijat personal, po shoqës edhe të fëmijëve nuk po muna as me shoqës, po jam i lirë me dollë dhe në Prishtinë, ose me shku në Prezeran ose në Shqipni.